Pyetja e parë, Assalamu alaikum o nderuar. Ne jemi disa vëllezër rom, ashkali dhe egjiptian. I ndjekim rregullisht ligjëratat e tua. E në veçanti pyetjet dhe përgjigjet, prej të cilave kemi pasur shumë dobi. Mirë po në një përgjigje për dikë keni përmendur emërtimin Gabel. A është e mundur që me këtë emër të na keni ofenduar neve si komunitet? Allahu ju shpërbleft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Më kanë shkruar disa vllazë tjerë, edhe privat, edhe më kanë thirrë se dikujt prej vllaznive që janë të komuniteteve rom, ose ashkali, ose egjiptian, i kam me të hatri, pse në një përgjigje i kam thonë dikuj Gabel. Dhe mos ka qenë ofendim për komunitetet. Përgjigja është në dy drejtime dhe të dyjat janë të sakta. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, la farqa bayna al-arabi wal-ajam. Nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit në islam. Innama taqwa ha huna. Devotshmëria, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është këtu në zemra. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu. Unë thëtë Allah ju këm da juve në popuj. Rëmë nuk janë rëmë se kanë dasht vetë, pa Allah subhanahu wa ta'ala i kalon të tillë. Shqiptarët nuk e kanë marrë shqiptarinë dikon, as se kanë fitu, as se kanë ble, por Allah subhanahu wa ta'ala i ka kriju të tillë. I kanë dalë në fise, në popuj. Qëllimi i ndarjes në fise nuk është më krenua dikush për me popullin tjetër, por për më njofte me funksionua ma letë jetën këtë dynjo. Inna akramakum inda Allahi atqakum, më i miri te Allah është ai që është më i devotshëm. Dhe në ajet Allah subhanahu wa taala thot innamal mu'minuna ikhwa. Muslimanët janë vllazni. Pra ne edhe rom, edhe ashkali, edhe turqë, gjelman, në shka do t'jen, kush është musliman, është vlla jone. Dhe ne vllazit e tonë nuk i ofendojmë, se s'kem drejt. Për shkak se na ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë, forma argumentimit dytë, është argumentimi gjuhësor. Fjala Gabel në fjalorin e gjuhës shqipe përdoret për me ofendue dikën. Unë që ty kune kom me ofendue, unë besoj që i këta shqiptarja, si kom thonë hiq rëmbe, as ashkalive, as egjiptianëve as tjerve. Fjala Gabel në fjalorin e gjuhës shqipe përdoret për në nëshmim të dikujt. Koftaj rëm, koftaj shqiptar, koftaj çka do. Për shta? Unë nuk e di personalisht që ka komunitet Gabel, se s'ka. Ka komunitet rom, ka komunitet ashkali, ka komunitet cilat tjenë ato. Dhe qëllimi në ligjërat që kam përmend nuk është dikush për këtinve, por ai i cili e bën veprimin e ulët. Wallahu a'lam.